Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Isha 27 vjeçe kur fillova të humbisja besimin te vetja. Jo sepse nuk dija kush isha, por sepse ndihesha e padukshme në sytë e burrit tim. Jetonim bashk, hanim në të njëjtin tryez, flinim në të njëjtin shtrat, por mes nesh kishte një heshtje që më kryente nga brenda. Ai ishte aty fizikisht, por shpirti i tij dukej gjithmonë diku tjetër. Fillova të kërkoja përgjigje aty ku shkojnë njerëzit kur nuk kanë më forcë të besojnë te realiteti. Shkova në fallxhore. Në fillim shkova nga kureshtja, pastaj nga frika, pastaj nga dëshpërimi. Dhoma e tyre ishte gjithmonë e errët me perde të rënda dhe erë temjani. Ato më shikonin nga duart, më hapnin letrat, më flisnin për sy të keq, grazi liqare dhe energji të keqe. Unë i besoja. Doja t'i besoja sepse ishte më lehtë se sa të pranoja që burri im thjesht nuk më donte më si dikur. Njëra prej tyre ishte ndryshe, e moshuar me sy të mpret dhe zë të ulët. Kur i tregova për martesën time, ajo heshti. Pastaj u afrua dhe më foli pothuajse në vesh. Nëse do që të jetë i yti për gjithmonë, duhet t'i japësh diçka nga vetja jote. Diçka që është vetëm e jotja. E pashe të merruar. Gjaku yt, më tha ajo pa emocione. Gjaku i periodave. Aty është lidhja, aty është fuqia. Jepja dhe ai nuk do të lërë kurrë. U largova nga ajo shtëpi me këmbë që më dridheshin. Gjithë natën nuk fjeta. Mendja më thoshte se ishte çmenduri, ishte e gabuar dhe turp, por një zë tjetër më i errët më pëshpëriste. Po sikur të funksionoj, disa ditë më vonë e bëra. Nuk dua të hy në detaje, mjafton të them se e bëra duke u ndjer e zbrazët, e friksuar, por e vendosur. Nuk i thash asgjë, ai nuk dinte asgjë. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Ai filloi të ndryshonte, më kërkonte më shpesh, më shikonte ndryshe, më prekte me një nevojë që nuk e kisha ndjerë prej vitesh. U bë xheloz, i lidhur pas meje, i shqetësuar kur largohesha edhe për pak. Filloi të më thoshte se nuk mund të jetonte pa mua, se unë isha gjithçka. Në fillim u ndjeva e fituar, e dëshiruar dhe e rëndësishme. Por shumë shpejt dashuria e tij u kthye në fiksim. Ai kontrollonte telefonin tim, pyeste ku isha, me kë flisja, nuk më linte të dilja vetëm, më thoshte se më donte aq shumë sa i dhëmte shpirti kur unë nuk isha pranë tij. Në sytë e tij nuk shija më dashuri, por frikë, varësi dhe një lidhje të sëmurë. Nata më kapte shpesh duke u dridhur. Pyesja veten çfarë kisha bërë. A ishte rastësi? A ishte faji im apo kisha hapur një derë që nuk duhej hapur kurrë? U ktheva te fallxhorja, i tregova gjithçka dhe ajo buzëqeshi lehtë. Dashuri e detyruar, tha ajo. Nuk do kesh paqe. Ti kërkove të doj për gjithmonë. Nuk the si. U ktheva në shtëpi me një peshë që nuk e mbaja dot më. Burri im më përqafoi fort, sikur të kishte frikë se unë do të zhdukesha. Dhe atëherë kuptova të vërtetën më të hidhur. Nuk doja një burr të lidhur pas meje nga frika apo magjia. Doja një njeri që të më donte lirshëm. Sot jam 28 vjeç në kujtime, por më e vjetër në shpirt. Nuk e di nëse ajo që ndodhi ishte besim, rastësi apo thjesht një justifikim për një marrëdhënie të sëmurë. Di vetëm një gjë. Kur përpiqesh të mbash dikë me çdo kusht, rrezon dhe rrezikon të humbasësh veten. Ndonjëherë çmimi i dashurisë për jetë është më i frikshëm se sa vetmia.